Kam makinë, motor tana, asë hypja si nezi kur, vetëm biciklet. Lëvizi shumë largë, dalë ba edhe turin kam ba me një dy shok Tiranës, turin i Shqipënisë, kena dalë në Macedoni, kena fejt një dynet në Kriva Pallanga, atje ku bashkona me Bullgarin, kena dalë në Sofjen, Edirne, kam ndaj një muaj e gjysë në rrugë. I kja është pasioni, nuk kam pasion tjetër. Ky është Lutfi Malevia, bicikleta është pasioni i tij. 70 vjeçari tregon se që në rini është marrë me riparimin, montimin dhe modifikimet e bicikletave. Nuk kam qenë as 18 vjeç s'kam qenë kur i kam pas pasion, jam marrë bicikleta kineze, i bashkë të stampat kineze, diamant, mifa, të 3 botëve, të në llojet, i bashkë dhe i punoshe 500 lek, atëherë ka keni mëllë 500 lekshi për me aly dhe me a stampos. Në një dyqan të vogël, Lutfia ka lënë orë të tëra duke restauruar bicikletat të vjetra. Krahas rregullimit të tyre, i mushuari është edhe një koleksionist bicikletash. Kam gjetë vetin i tuaj, këtë sot vënd më patë falë vjerri, merë me da bicikletat vjetra. Jam edhe pak koleksioner bicikletash, bëj da bicikleta kështu për rallike, që janë të hershme mi muaj ruj koleksionit. I shërbej komunitetit me i punë të vogël me një mu pensionin. Ashtë pasionim, ishtë jam i smur për këtë punë. Kam përmi 28 copë, i kam të koleksionit veçan të akret. Kam lëviz jashtë, kam pru bicikletat bukura dhe për janë. Ashtë arti e merë me këtë. Një bicikletë vjetër arrin të shitet deri në 250 euro, thot Lutfia. Bianco është me shumë autoritet që e marrim ndoshta të këputun 3-4 vende, e punojmë, e ajustojmë. Kur e shojmë ka me shesim deri në 200 euro, 250 euro. Pa ka punë, duhet më marrë ndoshta 3-4 muaj, 5 muaj me te. Koleksioni bicikletave të Lutfis përfshin modele të vjetra që pasojnë traditën dhe evolucionin e tyre. Kjo është bicikletë 76 vjeçë, është 6 vjetë më madhe se unë. Është diamant Gjerman. Mja në afru deri në 120 euro më kanë dhënë te, se e dojnë për koleksion e gjoni traditës atje. Mirë po unë i majrë, kam bianke, kam. Që boni të shkët? Këtë vetëm i ruj, kam këtë të shi, kam kjo është e fort, kjo ka dhënë prova që është më mirë se prodhimet e reja, unë dalë me te. Marrë shumë të këta pikat e hekrit, në i trup, në i dish, në i kjarë. Bicikleta për Lutfin nuk është thjesht një mjet transporti, po një mënyrë jetese që promovon shëndetin, aktivitetin fizik dhe lëvizjen e lirë.